E trisht, po tentonte të rikthente energjinë elektrike gjatë orëve të stuhis, ndërron jetë elektricisti në Himar. Një elektricist 55 vjeçar punonjësi OSHE ka ndruar jetë në Himar. Indjeri ka qenë në detyrë gjatë orëve të mbrëmjes kur Himara dhe Saranda u përballën me stuhi të forta. 55 vjeçari ka qenë i hipur në shtyllë duke tentuar të rilidh një kabël energjie kur i është shkëputur rripi sigurisë që e lidhte përmesi. Ajo ka bërë që të rrëzohet nga shtylla në një lartësi 9 metra e përpasoi të ndërroj jetë. Stuhia e shoqëruar me erra të forta solli shkëputje të energjisë elektrike, ndërkohë që pati pemë të rrëzuara dhe automjete të dëmtuara. Njoftimi policisë. Himar, informacion para prag. Rreth orës 3:40 në qendrën shëndetësore Himar është dërguar pashinja jetës shtetasi BB 54 vjeç, banues në Elbasan, punonjës sezonal i OSHE-s. Nga të dhënat paraprake, dyshohet se shtetasi BB gjatë punës për riparimin e një defekti elektrik në një shtyllë në zonën e Potamit Himar ka ndruar jetë. Grupi jetimor në drejtimin e prokurorisë vijon veprimet për sqarimin e plotë rreth anave dhe përcaktimin të shkakut të humbjes së jetës.